Është betu Allahu subhanahu wa taala dhe kur Allahu betohet në diçka prej krijesave të tij, do të thonë tregon vlerën e lartë edhe lëvdat për atë krijesë. Dhe Allahu subhanahu wa taala lëvdohet, Allahu subhanahu wa taala është i lavdishmi dhe ai betohet në çka do prej krijesave të tij. Kurse krijesat nuk kanë të drejtë të betohen në askënd përveç në Allahun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Domethënë kush do të betohet, le të betohet në Allahun ose le të hesht. Domethënë mos betohet në asgjë. Dhe po ashtu ka thënë, "Men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak." Kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose shirk. Prandaj krijesës nuk i lejohet të betohet në askënd përveç se në madhrinë e Allahut të gjithmadhrishëm. Kurse Allahu i lartësuar betohet në çka do ai prej krijesave të tij. Dhe kur betohet në një krijesë, do të thonë se ajo krijesë është shumë e vlefshme.